por sa shpall pavarësia e Kosovës, në Milano, revista Limes tuke ne nifet pak, po është revista më e madhe zyrtare politike italiane. Dhe drejtuesi i saj është Lucio Caracciolo. Organizuan një tip simpoziumi, konference për Kosovën. Dhe kulmi ishte se nuk më njoftuan mua si konsul i përgjithshëm i Shqipërisë në Milano, që në atë kohë mbuloja dhe Kosovën, detyrimisht se s'kishte Kosova përfaqësi. Dhe për fatin tim të mirë, një mik i shkëlqyer i imi, bile dy miq shumë të mirë, si prefekti Milanos, Gian Valerio Lombardi, ashtu dhe kuestori Milanos, generali Vincenzo Indolfi, më ftuan me idenë që të shkojmë bashkë. Ato kujtonin se unë e di dhe më ka ardhur ftesa. Unë nuk isha ftesë. Njoftova me njëherë shoferin, i thash patjetër, edhe në Mazlite në ora 4 shkuam në Palazzo Clerici, një sallë me rreth 350 vende, me personalitete, me gazetar, me deputet, me kështu. Edhe filloi ai të mbaj fjalën kryesore, se duket sikur zgjata po s'rritet pa e thënë. Dhe filloi ai Kosova në kuptimi ishte, domethënë, nuk e meritonte ndihmën e NATO-s, nuk e meritonte pavarësinë, jo po ata udhëhiqen nga klani Rugova, klani Thaçi, klani Qosja, klani Demaçi, etj. E dëgjova, unë ngrit një vajzë foli në mënyrë të shkëlqyer. Ajo më duk mua italiane se flisni një italishte perfekte. Doti, mbasi mbaroi ajo, kur e takova, ajo kishte qenë shqiptare, mjeke. Më fal, vajza e një mjeke që punonte në maternitetin e Tiranës, ndoshta te Geraldina ose Glozheni, nuk jam shumë i sigurt, dhe i thash si më shqiptare, e mbrojti në mënyrë të shkëlqyer Kosovën. Unë ngritën dhe disa tjerë, edhe aty nga fundi tha kush ka tjetër, unë ngritën. Urdhoni, tha kush jeni? I thashun, ai s'më njefte, Caracciolo. I thashun jam Spartak Topollai, konsulli i përgjithshëm i Shqipërisë, shefi i misionit diplomatik të Shqipërisë, por në këtë rast dhe i Kosovës. Tash i thash duhet të të bëj një pyetje. Po e nis direkt me një pyetje. Po si tha Urdo? A e ke dëgjuar ndonjëherë ti këtë Günter Guillaumin? Më pa i kështu, unë isha i sigurt që ai e dinte. Po tha. A mund t'ju a thua ti, thash, a t'ju a them unë sallës se kush ka qenë? Jo, tha, thojeni ju. Atëherë thash, salla le të më dëgjoj. Günter Guillaume ishte njeriu më i afërm politik, shef i shtabit elektoral dhe kryekëshilltari diplomatik i një prej kancelarëve më të mëdhenj të Republikës Federale Gjermane, i Willy Brandtit, ish kryebashkiak i Berlinit, pastaj kancelar gjerman. Ky njeri u zbulua nga shërbimet sekrete amerikane, nga CIA dhe gjermane, se i kishte qenë agent i Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike. Dhe vetëm për këtë, kancelari Brandt, që kishte fituar në mënyrë plebiscitare, dha dorëheqje. Është kështu i thashun? Po tha. E dëgjuat i thash sallës? Gjithë ato, po dhe ngelën kështu se një pjesë nuk e dini. Ai u dënua me burg, edhe bëri gati mbi 10 vjet burg, u dënu 20. Doli edhe ka ndruar jetë, Günter Guillaume. Tani thash, kur kryekëshilltari i kancelarit gjerman, pas ka qenë agent sovjetik, njeriu që kryesoi shtabin elektoral të tij. Pse ky majori, se ai tha që, se i thashun ku i ke marrë këtë dënë, tha nga një major i BND-s, i kundër zbulimit gjerman. Po pse që nga i besueshëm, thashun ky majori, kur s'ka qenë i besueshëm njeriu më i afërt i kancelarit, edhe ky mund të ketë qenë një agent sovjetik, ka mush valixhet me ruble dhe me dollar, thash, edhe ka bërë këtë libër që thua ti, që nge mbështetër. Si më thash, ai popull që po luftoi dhe fitoi me gjak thash pavarësinë, edhe me ndihmën e NATO-s, me bombardimet e NATO-s, faq Shtetet e Bashkuara të NATO-s. Si thash ti do ta diskutosh? Ngeli gjithë salla, më dhan absolutisht të drejtë dhe kur mbaroi erdhën gjithë duke më takuar, duke më përshëndetur, sa bukur e gjete atë. Po kështu është kjo histori. Pra, duhet ta dish i dashur mik se jo të gjitha janë ashtu siç duken dhe ashtu siç thuhen. Të vërtetat janë brenda, edhe për në Shqipëri. Nuk mundet të kaloj në heshtje super skandali me Gonigadin. Pse nuk erdhi të takoja i Sali Berishën, kur ishte kryeministër 8 vjet? S'po flas kur ishte president, po kur ishte kryeministër.
Dakord, deri në 2013. Po erdhi takoj Edi Ramën. Që janë këto 4 herë darka e dreka me Gonigalli. Pra, naiv do të në bëjnë apo budalej? Po e lëm këtë budalejnë se pranon kodaj kush. Po naiv në dinej, e kemi të vëshirën e ta kuptojmë se çfarë kanë biseduar dhe cili që rezultati. Pra, unë mendoj se shumë shpejt do sqarohet. Edhe pse indirekt i është hequr, tash do ta them edhe këtë. Nuk është thënë kështu zyrtarisht, po në kuptimin që thirret Sali Berisha nga të gjithë partitë e djathta të botës, zgjidhet nën kryetar i presidencës së partive të djathta të botës dhe të Europës, do thotë që edhe ata e kanë qartë se si është bërë e vërteta e shpalljes së tij non grata. Përndryshe, jo që nuk e zgjedhin, po ato nuk e thresin. Dhe kjo është historia. Zoti Topollajan, të falenderoj shumë për zbërthimin e kësaj çështje që ka trodhitur botën, po ka lënë pa gjumë edhe Ballkanin dhe ndoshta edhe Tiranën. Jam mirënjohës shumë. Unë do të falenderoj, po do të shtoj diçka, besoj e kam kohën 1 minutë. Sa të doni ju? Si e interpreton ti heshtjen e Edi Ramës lidhur me këtë që gjithë bota po flet deri në ishujt Tonga, e deri në Arktik, e deri në Antarktid, e ku duash ti po flitet për këtë? Edi Rama nxorri Elisa Spiropalin, nuk e di Niko prej Leshin e nxorri ajo, po vetë nuk është dukur që të thot në i fjalë tamam. Pse? Lind pyetja. Çfarë i dje këtij njeriu? Do ishte rasti më i shkëlqyer që të tregonte atë dashurinë e madhe që ka për Trumpin. Jo, pse? Po është ngjashmëria. Si të flasë ai për Maduron, kur ai është Ramaduro? Si të flasë për Maduron, më thuaj ti. Çfarë? Ku? Po, ka dhe zëra që thonë që së shpejti mund të ketë një vizitë Shtetet e Bashkuara në fillim të vitit. Nëse kjo ndodh, unë do thosh edhe këtë. Mund të ketë një vizitë, po kam frikë se nuk kthehet nga ajo vizitë. Mund të rrijë atje. Mund ta mbajnë ato në një kamp pushimi. Them unë, nuk e di, nuk kam ngul për këtë, s'do të bëj të mençurin, po këtë mund të ta them që fakti që ai heshti është më se domethënë dhe qartësisht i kuptueshëm. Pse? Si që nga kjo? Si ka mundësi që të gjithë bota, shtypi, gazetat, mëdha, televizion e thonë që Shqipëria është bërë qendër e trafikut të kokainës, në portin e Durrësit u bën 3-4 vjet që s'kapet asnjë miligram kokainë. Miligram, jo gram e kilogram. Po paralajmëroni se mos vinë forcat Delta në Durrës. Po le të vinë me ty e me mua edhe me shqiptarët e ndershëm, qofshin edhe të majtë, se si jemi çmendur ne t'i akuzojmë. Qofse janë të ndershëm, ju heq kapelen, bindjet i kanë tyre, s'më marrin leje mua, siç nuk ju marrun leje atyre. Por me shqiptarët e ndershëm s'kan punë. Ama po erdhën, e gjinë ato se me kë kanë punë. Dakord? Ja këto do thosha. Faleminderit shumë edhe në emër të gjithë shikuesve dhe publikut tonë. Faleminderit edhe për jush, edhe një herë atë që thash në fillim, gëzuar, e mbarësi, e shëndet, ky vit i ri na sjell gjëra të mira për kombin shqiptar, pra për këtu edhe për në Kosovë, e në Maqedoni, e në Malzi, e në diasporë. Faleminderit shumë.